Tash ta tregoj një sekret, ti se që deri në klasën e 7 ke shku. Për cilë. E vërtet, edhe kur e mendoj tash bile ndonjëherë qesh dhe them shumë e madhe kam qenë për dal për të bërë ciu, sepse në disa raste ka pas. S'ke qenë shumë e gjatë si tash, apo jo? S'kam qenë shumë e gjatë. S'kam qenë shumë e gjatë, prandaj sepse kam hedh 7 në klasën e 8 edhe pak më vonë. Edhe mos ke dalë për ciu. Megjithatë na ka ndodhur që na kanë kthy, na kanë thënë ju s'jeni për ciu, leni fëmijët më të vegjël se nuk jeni ju për ciu, se kemi qenë edhe shumë fëmijë, në atë kohë kemi qenë shumë fëmijë. Ne në klasë, unë në klasë kam qenë, vetëm klasa jon ka pas 25 veta dhe ne kemi dalë si grup në fakt, kret klasa, kemi dalë si grup dhe ka pas shumë fëmijë edhe në momentet që ne jemi rritë edhe tash normal, në disa shtëpi është dash shumë më tepër vestë. Tani veç publik jemi këtu në Struk. Po, veç publik dhe kjo në fakt është tradita, po është një fest që ne e duam shumë. Në Struk festohet, trashëgohet brez pas brezi, ka pas periudha që nuk ka pasur shumë fëmijë, kjo për shkak edhe të migrimit, sepse nuk ka shumë fëmijë dhe ndodh që për shembull kemi zier disa vesë, po që na kanë mbetur, sepse nuk janë dhënë për shkak se nuk ka pas fëmijë, megjithatë ende vazhdon si traditë.